Atëherë, unë da thoja që të paktën unë si e kam parë në nivel studimor lëvizjen e dhjetorit, ajo ka qenë një farë mënyre një lloj krye ngritje ndaj mungesës së lirisë dhe represionit që është bërë ndërgjegjes së shqiptarëve për 45 vite me radhë. Po themi dhe po flasim për një vend i cili është i vetmi në botë që ka patur të miratuar në kushtetut mos lirinë dhe mungesën e lirisë së ndërgjegjes, pra mungesën e lirisë së besimit. Dhe këta njerëz nuk është se u ngritën sepse e dinin çfarë ishin institucionet e lira dhe të pavarura, nuk e dinin çfarë ishte demokracia pluraliste në vetvete, por ata e dinin se çfarë do të thoshte të ishe i represionuar deri në pikën që ti mos kishe liri për të menduar i lirë, apo kur dëgjonin kështu si në mënyrë krejt sporadike, muzikë të huaj në ato skutat të errta që mos t'i dëgjonte askush. Dhe nga këtu fillon dhe më kujtohet një fotograf i famshëm italian i cili ka kapur momentet e para komunizmit dhe të pas komunizmit dhe përpara. Franz Kuzničić ka qenë që s'ka gjë domethënë. Dhe ai arriti të bënte të fotografonte realitetin shqiptar dhe doli në një përfundim. Unë e kam marrë si rast studimor me studentët e mi për të thënë që përfundimi i tij ishte i tillë, nëse ky vend do të hapej sot, thoshte ai, këtu nuk do të mbetej më asnjë shqiptar.